Për primatit të lehtë, do të thoya në jetën zvicerane, është padyshim ai Zürichut, i cili ka një shtrirje të një perimetri prej rreth 90 km2 dhe përbën një kompaktësi banorësh e racash të ndryshme, duke inkorporuar në numrin e tërësishëm të popullatës një përqindje të lartë të emigrantëve, diku rreth 25%. Në mesin e tyre për shumë vjetë gjendet edhe Mërgata Jone, e cila tashmë është integruar bukur mirë në këtë shoqëri. Fundja këtë dëshmon në smiri brezi i ri Mërgatës Sone, i cili tani është pjesë e shoqërisë zvicerane pothuajse në të gjitha porët e saj. Udhëtimi ynë i fundit ishte me destinim në Dietikon, një qytet i pashkuar nga 2 lumenj, limat e rrepish dhe shtrihet në mes të Zürichut dhe Badenit, në aksin hekurrodhor dhe të trafikut më të dendur për në Basel, por edhe në drejtime që çojnë në qytetet e tjera dhe jashtë Zvicrës, që çdo kujt i lën bresa në mos për asgjë tjetër, të paktën për nyjen madhështore hekurrodhore. Pra, Dietikoni, ky qytet industrial, ka një sipërfaqe prej 9.3 km2 dhe është interesant me shtrirjen e tij, me tokë pjellore bujqësore, me mal, me akullnoja, me liçene, me lumenj, që e bëjnë të lloj-llojshëm dhe të banueshëm, sidomos në vitet e fundit. Kështu fjala vjen në vitin 2012 janë regjistruar rreth 25.000 banorë, prej të cilëve gati 40% e tyre janë shtetas të huaj apo emigrantë. Gjuha shqipe është e treta me radhë pas gjermanishtës dhe italishtës, kurse papunësia që shkallën prej vetëm 4% të banorëve të gjithë bashkë. Dietikoni ka klim kryesisht të butë, por me të rreshura, sepse ka mesatarën prej 132 ditëve në vit me shi dhe si distrikt, merr një bark qytetesh që përbëjnë një rajon jashtëzakonisht të zhvilluar. Në këtë hapësirë veprojnë edhe shumë shqiptarë, kryesisht nga Kosova, nga Gjilani e qytetet e tjera të vendosur këtu e shumë vjetë më parë. Dikush i paridjekur politikisht, dikush për shkak të kushteve, me një fjalë si që janë edhe problemet individuale apo shoqërore që i kanë përjetuar kosovarët me dekada me radhë. Me ranë e sy një këthin, një dyqen apo supermarket që e vlonte nga njerëz të ngjyrave, konfesioneve dhe nacionaliteteve të ndryshme, të cilët kërkonin furnizimin e ditës së javës. Na thanë se kjo shqiptore është i një shqiptari, pra i një emigranti nga Gjilani, i përjashtuar dikur nga Universiteti i Prishtinës në vitin 1981, për shkak të idealeve të tij dhe kishte gjetur shtret tek babai, tek prindi që ishte shpërngulur këtu në vitet e para të 70-tave. Tani me tërë familjen i përkushtuar pas biznesit, punës, mbijetesës dhe ideales. Refiksyla i tonë, kontribusi jashtëzakonshëm edhe i çështjes së Kosovës. Me vite kishte bërë organizime të ndryshme dhe ishte afër Mërgatës Sone. Tani me bashkëshorten, vajzën dhe djemtë menaxhant të supermarket, ku dallohet nga larg edhe prodhimet nga Kosova, për të cilat kanë endje dhe merak të konsumimit vlerësit nga visit të ndryshme. Në artikull shumë, shoh edhe një artikull që është pak interesant, por që sjellur për botën sidomos ballkanike. Po thuaj se secili shtet e quan si specialitet vetin sarmë. Po tani shoh që këto në gjuhën gjermane shkruan, është dona, është ka duket kjo, megjithatë përjardhin nga Kosova ose nga Maqedonia, sidoqoftë një artikull që kërkohet këtu. E quajnë si specialitet vetin edhe bota shqiptare dhe Turqia dhe Greqia dhe Maqedonia dhe pothuajse i tërë Ballkani, por
Shojmë që edhe këtu në këtë market gjërat e tilla nuk mungojnë. Në rafte ushqim dhe furnizimi bollshëm përkthina e mishit të bën përshtypje. Atje ku blerësit kërkojnë begatime e tryezës dhe sikur me listat e shtëpijakeve bënin atë që sipas recetës duhet gatuar. Mishi llojeve të ndryshme, i servuar me pedantëri për të josh mishtëriu që vitet gjithandej e më së shumti nga bota shqiptare. Dita, a i gjithë e kaj të atik? Ja, alo, qka po të vi ma shumë, qka lypë ma shumë? Që të do mirë që të? Hërë, qfa specialitetës? Shqiptarë dhe, Ha? qëfar e hajtë në shqiptarë? Me zhije me omë e tana. Të mund vini këtu të furnizorë? A tana herët, sa më në pastre, a përshesh pas të pastre më? Po të ndryshat të komuniteteve tja, jo vetëm shqiptarë, vinë edhe shqiptarë, gjithate, ja? Po të pretë musafirë mirë, shkon tana herët mirë me shmirë. Si si dhe në shmimet? Shmimet, Janë korrekte të ju? tip-top. Jo ma shtajtë? Ja, normal. Normal. Po të kësuja, pronarë. Do përshojmë një prej marketeve, supermarketeve, kërë së të bosh, po, janë zakonisht mirë i furnizuar, do përshojmë që ka një frekuencë të madhe të njerëzve, sidomos në fundjavë, në vikend, vinë gjithandej, jo vetëm shqiptarë. Në fakt, kërgoni kush jeni ju? Jo me refeksyllje, vinë nga fshati Asiak i Gjilionit. Unë emigru do në 88 me dokumentat rregullta. Këtu Biznis është familjar? familjar, baba do të nesi, unë si një 53 vjeqar do të këtë zanote kom fillu dikon 70. është zanati i babës, për ndryshe unë e kom studiu në Rindarinë. Po, Rindharia dhe mishi, çka kanë përbashkë? unë e kom desh në Është arka dhe njëra dhe tjetër, Unë e kom desh në Rindarinë kështu shpirtnisht, ta them. Po zanatin e babës jam detyru ta marrë me një fjull sigur gjithë shqiptar. Këto fillova në Rindari me një shok në 92-ën fillu këtë shqiptore, do të me 24 mars i bo ministre 2 vjetë. Po. ka vjen këmish. Mishi është 99.9 i Zvicrës. Çka të thotë? Do të se nuk vjen jashtë Zvicrës, do në këtë shqiptore s'ka jashtë Zvicrës. Janë nacionalista, Jo, nuk jam nacionalista, po ne, për shkak mos me jo dhon shumë njerëzve me përzi gjithë shka, do të vjen prej Zvicrës, çka dallon ky mish me atë që nuk dallon shumë, vetëm këto, ta thëmë, është mishi në mënyrën është i klasifikuar. Nuk ka do të thotë e para e dyta gjithat me një vend, po është çdo klas është e rregullune sipas çmimit, sipas asoj edhe e mira të mirës është prodhimet vendore i bomi këtu, i bomi këtu i kenë atje do po, kjo thvir këto i bani ju? vetë i bomi, A mund si ta provoj pak më shumë? po si ju. Shumë çfarë klasi keni ju? Shumë mos e piqë shtere këtu. Shumë natyrë. 3 jave mamin kryp, mas 3 jave e bormi, edhe rrin 10 ditë në temperaturë deri në 80 gradë. Do të është shumë natyre, vetëm kryp ka. Kush është po për moment, po thëmë drejtën vllaznet e kanë, po thash e kemë prej 70-s. Vllaznet do të kena trashëgu prej babës. Moment, jena në bisedime, për gjithë gudzoj të thëmë shpejt, po shpyrti në arren atje. Zërati po duket që ta ka marrë djali. Po, ajo djali kujshi,
vllaj, për fat keq sot s'është vajza, s'është vllaj, s'është dhundri. Pushim këto, ha? Jo, Po, pushim si. pushim ka. Unë të vej shumë sukses. Faleminderit. Faleminderit. Lita, Si je? mirë, Çka faleminderit. puna? Mirë. Çka ti më Llac? Atë me mish puna apo Vetëm me mish. Me gjëra tjera. Ja, vetëm me mish. Jo se vjetët marketit, kush e uheq? Motra ma shumë ti? Po, këto të mire ka tani atë Motra. kush je si. Motra e po dhe Gjanina, unë e këtu veç mish. A ne i du të me pas njerë pa ma shumë. Atje njerë, pëse këtu s'ka njerë. Tu Jo, nëse i edhe njerë, këtu- i më shotik. Jo këtu veç nerva du të me mishtëri, se s'është letë, mo po anena me shumë se në të vogla. Jo ko që këtu Këtu e ma të shumë të mështërisë dhe më qëtë. Mish. Shko qfare. për të zi edhe për me pjek. Qafës ma shumë. Ja, rakishit të të Po, misho. S'mu pa mish kushon. Jo, s'ma me me. të sukses. Frigoriferët mbanin aromen e mishit të freskët, por edhe të sugjukut, që këti specialiteti është të preferuar, dhe si që në thare fiku, mbi 1500 kg shiten për një fundjavë. Në ark, punë delikate gjithmonë dhe me përgjithësi, gjuhë dhe karakteret të ndryshme të njerëzve, por një vajzë këtu zënë të pritë. Puna mërë, e një lodhë, si me është këmot, si është java së të fundjavë, ka shumë të dhe për shko, ka gjitha ndeshë shqiptarë, gjithmonë, qka bjerë më të shumë? Mish, Mish? mish. A si për shqiptarë të punë pa mishës? A do të avitesh? Po, do. Si është e mundshme? Nga banjere, kush po në nga banë? Dhe ma ne, Ja këta e. vjera të rimbi kokë edhe të qërtanë. S'ka vjera. As pas të vjera, ja po mirë pas të vjera. Suksese. Ikim nga ky dyqan dhe na thanë se është edhe një tjetër mjedis.